بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allah subhanahu wa taala. Udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur, ndërsa ato që në humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij pastë, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Ne në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dolëm që qështu dhejës së më disa? A i qëllë kash? Po të shazona që? Allahun e falenderojmë për i ti fali dhe ndim kërkojmë kënë Allah subhanahu wa ta'ala e uzën në rrugën e ti të drejtë, nuk ka kush e humbur, dërsa të cilën e lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e ti të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastë, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjëru, Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimit na e këtë pranu, gjunat na e këtë falë, na këtë liru për zjarë me gjehenemit neve prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema për të cilën sonte inshallah ta'ala do të kalojmë së bashku është si ta ringjallim sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Ramazan. Si ta ringjallim sunnetin në Ramazan. Ngjallja e sunnetit në Ramazan është një prej punëve që duhet ne me pasën në hatër. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është imami jon, o prisi jon, o prisi këtij ummeti dhe është shëmbëltyra e gjithë njerëzve. Është pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ne e kemi për obligim që ta ndjekim atë dhe ta pasojmë atë. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فت الله تبارك وتعالى dhe ata që cilët e ndjekin të dërguarin ton, profetin Muhammed, që nuk dishkrim dhe lexim, të cilin ata e gjejnë në Teurat dhe në Injil, të shënuar në shkrimet do të Teuratit dhe të Injilit, ai do t'i udhëroj ata të bëjnë mirë dhe të largohen nga e keqja, do t'ju lejoj atyre të mirat, gjërat halal dhe do t'ju ndaloj të këqijat. Do të thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili duhet të ndjeket, duhet të pasohet. Pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a pasimi i sunnetit tij aludon në dashurinë e sinqertë ndaj tij. Për atë dhe Allahu e ka lidh dashurinë ndaj Allahut me ndjekjen e Muhamedit alayhis salam, ku ka thonë kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Thua jo Muhammed, nëse jo e doni Allahun, ndjekemni mu. Yuhibbukum Allah, kam ju dasht Allahu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe kam ju fal gjunat e juja. Shqa subhanallahu el-adhim, ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndjekja e sunnetit e bën robën që mi fal gjunat.
Edhe për atë dietarët kur kanë fol, ka thonë njerëz më të pastërt për njerëzve për gjunave janë ehli sunneti, pasues të sunnetit. Pse? Se pasues të sunnetit e ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi në njeri që i cili e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ai mos më eduku do të thotë në vlera, në virtyte. Për atë arsye, pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është na bën që ne do të thotë të arrijmë në fal gjunohet tona. Pastaj është një çështje tjetër interesante këtu në ajet, ku Allah përmend thotë e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë i cili nuk di shkrim as lexim. Edhe kjo e vërtetë është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ditë as shkrim as lexim. Tash dikush në këtë kohë me thonë ti njeri s'di shkrim dhe lexim është e met. Po në atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur vetë mos shkrimi dhe leximi i tij u kon mrekullin vete. Mrekullin vete, se qashti vallahi billahi e kam me plot goj, e kom thonë disa herë, edhe apet për i përsëris, vallahi nuk ka lazem ky din, kjo fes, ka nevoj për Ernesin me bërtit, e as për Hasanin, as Hysein, as për kërkon për xhallarëve, dietarëve, me bërtit për me mbrojt dinin e Zotit, se dini i Zotit do i mbrojtum. E as Muhamedi a.s. nuk ka nevoj na me ngrit zërat për me mbrojt, ata sa ishtë i mbrojtum, Allah subhanahu wa ta'ala e ka ngrit. Allah aq larg e ka ngrit Muhammedin a.s. sa thot në surën Inshirah, që thot wa rafa'na laka dhikrak, thot kena ngrit ne ty në një pjedestal të lartë. Nuk mundesh me gjetë njeri ma të përmendum se Muhammedi a.s. Edhe pse Muhammedi a.s. nuk ka pas rrjete sociale, nuk ka pas followersa, sikurse njerëz sot që shmoten me followersa, ama nuk mundesh me gjetë njeri që ka followersa ma shumë se Muhammedi a.s. Nuk mundesh me gjetë, as ki me gjetë, edhe nuk ki me gjetë njeri ma të ngritum se Muhammedi a.s. Edhe njerë për i përsëris, po thot Allahu wa rafa'na laka dhikrak, ta kena ngrit shumë lartë, e kem ngrit një pjedestal të lartë, emnin ton ta kem ngrit. Ajo është i ngritum sallallahu alaihi wasallam, e lavdum në e se lavdum, ajo është i ngritum, e lavdum edhe nuk e lavdum, ai apet mbet i ngritur. Po ti nëse do në mu ngrit, ti edhe une, nëse do në mu ngrit, rruga e vetme që bën mu ngrit është ndjekja e sunetit ti. Kush don me qenë lartë, me arrit në pikat larta, du të me ndjek sunetin e Rasulit alayhi salatu wassalam, se ai Allah i cili e ngriti lartë, në pjedestal të lartë, e ngriti emrin e ti, a ka logjik për Allahun për e pës? Për Allahun për e pës, a ka logjik ai i cili e ka ngrit lartë emrin e Muhamedit alayhis salam, me lon poshtë një që nuk me lon poshtë dikon që e ndjek sunetin e tij. Edhe një herë për i përsëris. Edhe një herë. Po thot Allahu wa rafa'na laka dhikrak, të kena ngrit në një pjedestal të lartë, e kem ngrit emrin tënd. Ai i cili e ndjek këtë njeri që Allahu e ka ngrit shumë lartë, a mendon që Allahu qatë person që e ndjek këtë njeri e lën poshtë? Kurhiq. Kjo me mendu kështu njeri është mendimi keq, i thojnë ulemat në terminologjinë fetare është su'udhan billah, me pas mendim të keq për Zotin. Dikush me ndjek sunnetin, me punu me sunnet, me thonë që shka thonë Rasuli, me bo që shka bo Rasuli, me jetu që shka jetu Rasuli, me i dasht ato që i ka dasht Rasuli, me ureqi ato që i ka rejt Rasuli, edhe që ky njeri më logarit se është keq, ja, s'ka kështu. Nuk ka kështu. Nuk ka kështu, vallahi billahi, te Zoti jo. Na në dynja, unë e marrë vesh një shembull, por po du me, jo që s'po kuptona ato që ka pe thot, po du me qaru pak ma shumë. Me një shembull. Se Arabët e kanë një fjalë, thënë bil mithali tattadihu al-maqal. Bil mithali tattadihu al-maqal, thot me shembull kuptohet ajo çka do të më thonë. Kuptohen fjalë çka do më thonë. Pe marr një shembull. Nëse ti pezojmë
punëtor për i punëtorve në një korporat për i korporatave të caktume. Një korporat për i korporatave të caktume. Ti e punëtor. Edhe pronari të shety non-stop se ti je ka e promovon punën e korporatës, je ka i ringati, pe këqyrë mës me shku dëmë diçka pe i korporatës e kështu më radhë. Kur qaj pronar që ty për këtë zelë që pe të regon për balë biznisit ti, atë lenë onash që aty, atë avancon në punë. Avancon në punë. Fëmija më së falë një iso, po të thonë ty, që të kom temin, so kam pengar në po të thonë ty, a i ka në thonë bibertet nusës me ndi, bibertet djalit me ndi nusja. Se pisho të të najtë të folë, kush dënë me folë vlasdi. Ju kësha lutë se unë e më tip që më bengon. Një falë atje, tjetëri kesh, tjetëri atje, për janë isim këtë po keshri me pelujmë desin krejtë. Ju kësha lutë, unë e smuj me mbaj dërës shtu, sinqerisht për thëmë. Ose kalëzani, nëse s'jeni t'interesum, unë e për zotën për thëmë. Për zotën për thëmë, atë shumë jam lodhë, për angazhimeve, ja bëj pauz dejnë taravi që atje koma të dhome në shtrajnë në kokër shpinë, sa pëtonë. Për ja bëj vetës haram pushimin, veç po mundu bashkarisht me mësu. Nësë dënë me mësu, kush dënë me mësu, vendet vëllah ja urujmë. Zot për ju beton e urujmë vendet. Unë e kom ja urujt vendet. E si do mas juve të veçlive. Bashka Zotin, herën tjetër si do me hinë gjami. Se të ja përshe po ma hop një krejta dhe të që du me thonë. Po të koncentrona. Kjo mos të respekt, vëllah i billoj po. Për sënetit pejgamberi s.a.s. Basi edhe tema është si ta rinjallim sënetin e pejgamberi edhe për sënetit është kur folë njoni tjetë me ndiku. Që kjo sëneti Resulit a.s. Do më thonë nëse ti e punëtori një korporate, edhe punën për qatë korporat, i ringati korporatës, i ringati qatë i biznisi, atë len shefi onash, me të lojë që aty në qash me të thonë mos punati. Lesë aty se kur qoti, jo të avancën. Kjo në raport njeri me njeri. Ta shti para me ndo Allahu subhanahu wa ta'ala, një njeri që mundot për dinin e Zotit, mundot për fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, për sunneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu me lën onash ata. Kur se lën Allahu subhanahu wa ta'ala kështu. Kur dashurit e mi. Për atë, aj që punon me sunnet, aj që mundot me rinjall sunnetin, pasha Allahun betonan Allahu subhanahu wa ta'ala, vallaj ka me jetu në dynja, ka me jetu me dinitet, edhe pas vdekjes ti ka me vazhdu digniteti ti në mesin e njerëzve. Na jena dëshmitar para do ditve, na ka vdek një oqean për oqeaneve të dijes, e për Ishaq el-Huwaini, rahimahullah, një djetar për djetarve të hadithi që ka qenë deti, subhanallah i ladhim, e kom përcil me vëmendje kom përcil rrjetet sociale, ati sot duaja është bo në për xhamia, në për rrjetet sociale, thësha, po ky njeri po tjetër du të më konë një njeri madh, edhe ky ta kujton wala nuzakki ala Allahi ahad, nuk e pastrojmë askon për Allah subhanahu wa ta'ala, Allah është llogarit si më i miri se cëtë, na po e gjykojmë ato çka na e kem po, çka ka qenë brendsinë e tij, alojmë mes tij dhe Zotit tij. Ama që shtot pejgamberi s.a.s. ma kujtej ke hadithin që ka thonë entum shuhadaullahi fil ard, jeni dëshmitar të Zotit në tokë. Kur këtë njerëz, po flas krejt se ka gjërë dalin do që si a ekipajo miza e ka një punë dhe ajo pjesë e krijesave. Bleta shkon të mjalti, miza shkon dika tjetër. E jo ndo si mizat, po na nuk po flasim për ata, sa ta pëse mizat jon pak jon. Ama po vlas të shumica absolute e muslimanëve sa duaja. Edhe kjo të regon dy gjëra më kanë kujtu. Që kjo hadith që a përmenda më ka kujtu edhe një fjale Imam Ahmedit rahmetullah alej, se Imam Ahmedin e kanë bo hijgjim shumë. E kanë bo shumë hijgjim edhe ulemat besa, edhe musliman, jo kështu, jo ashtu. E këto ndodhin me pasus të sunneti çdo herë. Akuzave pasus të sunneti nuk i pështojnë. Mbajnë në mento. E sidomos po vlas ata që janë saf parë, se ta sunneti ka saf parë, saf 2, saf 3, saf 10.
Ama ata që janë safpar, davetit, punës, shpërdore sunetit, ata duhet me përgatit veten para se me në punës se kanë mu shojt, kanë mu etiketu, kanë mu besa dhe ndoshta dhe vjen momenti edhe mu dëmtu fizikisht. Imam Shafiun kur o dal, se Imam Shafiu e ka pas një mision në këtë çka ka dash me se kur ardh Imam Shafiu ardh pas dy imam vetëm dhaj, Ebu Hanifes edhe Imam Malikit, edhe kanë nis një farlloj fanatik loki mes dy medhhebeve, sa që ka mbri Hanefia se ka jep qiken Malikis, Malikia se ka jep qiken Hanefis. Edhe Imam Shafiu rahmetullah alej ka ardh, ka dasht me i shujt mos pajtimet, edhe kjo prej dinit Zotit, me i shujt mos pajtimet. Kur ardh, vallaj kanë dal talebe nxansa dashamir, po them se më thon talebet Imam Malikit, ata s'janë kon talebet Imam Malikut, po dashamir të mëdhëbit Imam Malikut, se Imam Maliku ju e dini, Imam Maliki thuhet kur ul në mezhlis në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se çdo fjalë që e ka thonë, ja ka drejtu fjalën Imam Shafiut, i ka thonë, a është ashtu o Ebu Idris, Ebu Muhammed falem, a është ashtu? Ama mbas kur ka ardhur, ja ka nis imam, se ka qenë nxans Imam Shafiu, Imam Malikit, kur ja ka nis me kundërshtu me dhëbin e hoxhës, ja ka nis me kallzu se në çët mesele hoxha nuk ja ka qellu, po çështon është meselja, jo ndal do fanatik të asaj, edhe thuhet e kanë re Imam Shafiun. E kanë re. E kjo do të thotë është e njohur. Ndërsa ata që e shpërdojnë sunetin, punojnë me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, punojnë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata çfarë kanë mu akuzu. E çifti këtij hoxhës që e përcjellën për ahiret, ma ka kujtu një fjalë të Imam Ahmedit rahmetullah alaihi, se edhe Imam Ahmedi që thash e kanë edhe dihet sprova e tij sa e madhe ka qenë. Kur e kanë lodh bidatçit, e kanë lodh mo Imam Ahmedin në të lifar tortura, në fund ju ka thonë çka vdekja jeme dhe vdekja ju i ka me kallzu kush janë konon dhe kush janë jo. Kur vdek Imam Ahmedi, kur vdek Imam Ahmedi rahmetullah alej, thuhet se këtë Bagdatin mbledh me ia fal namazin e xhenazës. Kështu është hali i pasuesve të sunnetit. Kështu është hali i pasuesve të sunnetit. Për atë ai cili e ndjek sunnetin dhe shpërdon sunnetin, kur Allahu te bareke ve taala nuk e haron, mos e haro, wa ma kana rabbuka nasiya, Zoti nuk haron. Nuk të haron Allahu subhanahu wa taala. Wallahi nuk e haron robin e tij. Billahi se haron. E vetë haru ty edhe mua edhe tjetrin kurrën e kurrës. Veç çka duhet na, duhet me pastru jetën. Duhet me pastru jetën tonë. Veprat tona me bo për Allahun subhanahu wa taala. Sunnetin me ngrit për Allahun, jo me ngrit sunnetin si disa ka dëshirojnë me ngrit sunnetin tu i ataku të tjerët, tu i akuzu të tjerët me pretendim se na përrujnë sunnetin. Me nxirr njerëz për sunnetit duke dash me rujnë sunnetin. Edhe ma e pëqëdiqmja sënnet lit me i gjirë për sënnetit. Se me dalë me i thonë dikuj që tash na duhet me pas parime, regula, dawabit në këtë. Po, a ka njërës që dalin për sënnetit? Po dalin njërës për sënnetit. Do të me thonë, a që i dalin për sënnetit, ti i dalin për sënnetit. A që i ban bidate, du të me thonë të sënnet li. A që i ban bidate, do me thonë, i ban bidatet, du të me thonë ti kjo bidate fe. Së fundesh me i thonë ti, kjo është sënnet. Po me ardh dikush, me nxjerr dikon prej sunnetit, pse nuk po përputhet me mendimet e hoxhës ti, që kjo është smuja e këtij zamonit, kanceri i këtij zamonit janë dy. Që unë ka shumë, po dy janë të mëdha. Ata të cilët non stop i nxjerrin njerëz dhe i thonë bidaçi, s'lan kon po e bo bidaçi. Edhe grupi i dytë këta qafir. Është edhe i grupi i tretë i murxhive, edhe aty në 10 milion, edhe ata janë do që s'kan lënë kot pa shtin fe. Edhe thojt kurbanit me apre bojnë musliman. Ja. Wa ja'alnakum ummatan wasata, yani ummeti mesatar. Ahlu sunna wal jamaa janë ahlul wasat, janë mesatar. Në çdo gjë, na duhet me ndjek mendimin mesatar. Aty sa e dhimbshme është dikush me fol për dikon që se ngjes se ka po kur. Apo edhe më e dhimbshme që shëndodh
Se këta jonë si hienat, e ki pa jo hiena, ku ka luana, hiena nuk sillet. Si të mungojnë luanat, hienat dalin s'ken. A i djali ri orë në gjami, e ka mësu pi hoxhës avdesin, sunnetin, krejt, bon vaki 10 vjetë të mësu, në bas 10 vjetë dhe hoxha u bidaci, qysh u bo hoxha bidaci tash. 10 vjetë mësove të hoxha, u bo hoxha bidaci, qysh, me qka? Kur shini që si një fenomeni, a di si Zotin arrujt me bo me na hindoj luan që tash në gjami që ka bojmë na, ikim për ti, për që të njerëz me iksi për luanit. Se kanë me ta qeth fen, kanë me ta qeth fen, këta njerëz, kanë me ta shkatru dinin, pasha Allahun, se kanë me qëti me bo gibet, kanë me qëti me fol për njerëz që të si një heq. Për atë du të me pas kujdes të madh du të me pas. Në gjennet dashurit e mi, pse i thash këtë qëto fjallë? Ashtë të thot, po hoqë, son të i kjep, baja gi zjarëm. Jo, si u mi jep zjarëm. A di pse? Ndëgjaj që tash pse unë i kom thonë qëto fjallë, dhe që tash ka i thash. Se në gjennet nuk hyhet, në gjennet nuk hyhet, pa e pasu Muhammedin a.s. Mera vesh mirë këto, du të nkrymja qitë vetit. Vesh një rrugë që në gjennet direkt. Vesh rruga Muhammed s.a.s. Edhe ai vetë sallallahu alaihi wasallam na ka definu këtë punë. Thot khattan nebiju sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. E boni thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një vit të drejt. Edhe boni anash të vija. Edhe çka e lexoj ajeti tha wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Ta kjo rruga ime e drejtë, ndjekeni. Mos i ndjekni rrugicat. Pse? Se kom ju përçapi rrugës time drejt. Pasha Allahun, ju betonan Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo kush i largohet për sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur po thon sunneti, po flas sunneti, ani, e kom për qëllim sunneti, unë e kom sunnetin, jo unë, po, se unë se me i pare që e kom zbulu, po që shtu na kanë mësu djetarë tonë. Kur thuhet sunneti, na menere këthejmë kryt të kush, të Rasuli a.s. Tani, të Ebu Bekri, të Omeri, Othmani, 3 generatat, për me ardë deri, të dikush në këtë zeman, du të më lodhë shumë. Nuk o kjo në nëshmim për këta zeman. Jo, kush do që e ndjek sunetin që të e mbojmë. Ama ne në të urdhërum me ndjek të partë. Khairul kuruni karni, ka thonë, generata me e mirë, generata e me, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ata që vinë pas generatës time, pastaj ata që vinë pas asaj generatë. Do mund sahabet, tabin, atba'u tabin. Këto janë generatat e arta. Këta du të me i pasua, jo me donë një çukurrec, mbas 1400 vjetëve, mbas 1400 vjetëve me në kalzu neve, që shë sunneti, që shkuptohet sunneti. Hajta, o mashallah të koftë ty. Haj, mashallah të kofti, mbas 1400 vjetëve, do me në kalzu neve, kuptimi i drejti sunnetit, kuptimet të drejta të menhegjit, të metodologjisë, Rasulit a.s. Thushti, ata se kanë spjegu, kanë vetë kymar me në spjegu neve. Edhe ne i kam merak, si t'ja nisin do që si me bo zhur, me bo malal, a bon në referencat tuja? E ki lezu Bukhariun? Jo. E ki lezu Muslimin? Jo. E ki lezu Tirmidhiun? Jo. Ebu Davudin? Jo. Po, ka dale, mëre. E di kush e Bajub Sekhtijani? Jazdi. E di kush e Sufjan e Thauri? Qëta ma sporti, s'bën këta me i kalu. Ju vjen rendi edhe emnave tjerë, ama s'bën këta me i kalu. Qëta jonë ata yjet që neve, ata ulemat e vërtet, djetarët e vërtet e ehlussunnetit i ngjasojnë yjeve. Yjeve i ngjasojnë. E yjet Allah subhanahu wa ta'ala kur i ka kriju, një prej qëllimit krijimit yjeve është se njerëz mu orientu. Njerëz orientohen, e din, thot që kjo është ylli polar, e din cilën anë të globit i bjen ylli polar, e din më orientu me të e ulemat jonë, yje që neve na orientojnë drejt gjennetit. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet thot alejkum bi sunneti, kapuni për sunnetin tem, wa sunneti khulafai rashidin al mehdijin, dhe kapuni për sunnetin e khulafa ar-rashidin. Kush janë khulafa ar-rashidin? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alija radiallahu anhum ajma'in. Edhe pastaj thot kapuni addu alejha bin nawajidh,
Kapu një fort me dhëmbol, sunnet mu kap, taka, ti njeri kër e kap mishin, zoti na rujtë me vëmi pas dhënë të shtashki, ose mi pas do me kap për parat, del mishin me dhëma, po? Kur do me kap mishin fort e që në ka dhëmbolla, tak e kap edhe ngre mishin mirë. Apo? Edhe sunnetin du të me kap me dhëmbol, dhe e kapin me dhëmë për para, tani po mbesin po dhëmë. Sunneti kapet me dhëmbol. Synonimi që ka nën kupton i dhëmbollës që o përmend addu aleha bin në wajib, nën kupton të përdo mu ka fort, se fort kapet me këtar, nuk kapet të për para. Fort kapet me dhëmboll, e në sunnet du të mu kap fort. Në sunnet du të mu kap fort. Pastaj ka thonë, dëgje, wa iyakum wa muhdathat. Kujdes, thot, rujuni prej risive. Fa inne kulle muhdethetin bid'a, se gjdo bidat, gjdo risi dhe të qonë qka? Të qonë në bidaten, në risi, në humbje, e gjdo humbje, të qonë dalalet. Valla, mirë kjo, qa po bojmë, hajde po mbledhem sonte që tu, edhe nimi herë bashkarisht po thojmë la ilahe illallah, i bakut nizën ata, si a jenë diskoteka ka je. Po kjo është se kanë bo për Rasuli a.s. e sahabët se kanë bo kështu. Hajde nimi herë të thojmë la ilahe illallah, 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 se ka bo Rasuli a.s. Nuk e ka bo Rasuli a.s. Pra du të kemi kujdes. Shush ka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahha anhu man amila amalan, kush e bën një vepër prej veprave, lejse fihi amruna, thot nuk është e na nuk kena urdhnu për atë vepër, fa hua rad, ajo vepër është refuzume. Tash ti ishe do njerëz kur i bojnë do punë, thush mirë me mashallah të kofty. E ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka bu pejgamberi alaihi salam. A ka urdhnu me bu? Se ka urdhnu me bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë bo sahabet? Se kanë bo sahabet. E kanë bo tabiint? Se kanë bo tabiint. E kanë bo etbau tabiint? Se kanë bo ata. E qysh tash? Kana dole ti? Ja thana e dojnë pejgamberin alaihi salam. Ti përdojsh e sahabet se pas kanë dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun ju betonan Allah subhanahu wa ta'ala. Ai që pretendon se e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun ka gënyu. A ki argument hoq? Po, argument qartë. Më pakon të edhune që e kem dosh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma shumë se sahabet, Allahu s'na kishon në akhirën të ban me tu. Po Allahu ndëgjaj argumentin. Allahu te bareke ve taala kur i ka kriju shpirtat, i ka kqyrë në shpirta krejt, prej shpirtave ma të mirë qka, i ka zgjedh pejgambert. Pasi që i ka zgjedh pejgambert, prej tëre i ka zgjedh ulul azmi minar rusul, i ka zgjedh pejgambert e mdhaj. Kush janë pejgambert e mdhaj? Kush e din Isa, kush janë pejgambert e mdhaj? Basi po fol, e po kesh, ma heret, tash ka ardhur koha me la gjunahin. Kush janë pejgambert e mdhaj? Hajde bismillah, Isen, jo që e kom temin, po Isa o një pinzasave se s'peshot i kon tjetër. S'jëm të e po pinzasave me i tepit. A o dikush tjetër dhe që ndorën? S'është. Isen e kom në zanës. Hajde Isa. Nuhi a.s. Ibrahimi a.s. Musa a.s. Isa a.s. edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Qta jonë 5 pejgambert e mdhaj ulul azmi minar rusul. Qta jonë 5 i ka loj ka zirë sa 5. Në bas të në 5-ve i ka vequ 2. Kon Muhammedin edhe Ibrahimin a.s. Se tash Isa o të rëllu, s'ka fajton këmilet këto, kjo të rëllu, se i din krejt. E ka dalu Muhammedin edhe Ibrahimin a.s. I ka bo do të 2 khalilan, 2 dashurit, 2 mishte Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu e ka bo vullën e pejgamberve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i ka marrë dhe i ka kqyrë shpirtat edhe i ka zgjedh sahabet e tij. Radiallahu anhum ajma'in. Allahu na bof bashkë në xhennet me ta ya Rabb. I ka zgjedh ata. Pasha Allahu më pakon ti i mirë ishe kun mesin e tëne.
E pekon fjallën në kontekstin e fillim, çka e thash, se ne inshallah jena për të mirëve. Që thot Imam Shafi rahmetullah alej, uhibbu s-salihin wa lastu minhum, i du të mirë, dhe pse jam për të mirëve, unë për drejt e vetës, thonë. Na i dojmë të mirët, ama po flasim se e mira është niveli sahabeve është vetëm ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush janë sahabët, edhe me këta përmbylli se s'poj me te i kalu kur të përmenden sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju betonan Allahun subhanahu wa taala, ajo ngjall dashurinë zemrën teme, ngjall vallahi biloj kanë se na njerëz na lodhem, na kena edhe ngarkesa e krejt, ama kur i kujtojmë këta burra të mëdhaj çka kanë bërë për këtë din, vallahi na vjet turp i Zotit me thon janë lodh, me thon s'po mundem. E këta jonë i rëneki jonë, sahabet, kush jonë sahabet dashurit e mi? Sahabet jonë i dashur jem, me këto përmbylli. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me marrë dikush për juve, për umetit, ti e unë e krejt, bashk, me jep dukat sa kodra e Uhudit, sadaka. E një sahabe me jep sa një gjysh grushtit e Zotë jo maj madhë. Që kush o sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi billahi, kush fol për sahabe, kush i ngrit sahabet, kjo dashurije sinqert dhe alamet i qartë se ky e don Rasulin, e don sunetin e pejgamberit. Wallahi e ndive dikon të fol për sahabe. Vesh se ka do kanë do folin si budall, do folin me kthesa, edhe budallës, edhe këtyne me kthesa, veç ja bën çka? X. Valla ky me X. X. Simon Maliki, kur i ka marrë që si me karabista, jo ndove si të karabistave. Tha, këj meqo, mashallah. Tha, do në me polemizu. Ka thonë Malikit, po do me diskutu me ty. Ti me më ka thonë diskutua? Ka thonë, unë në fejnë teme, në dinin tem, jam plot i bindur edhe i qetën ta. Shka gjenje që shtu si ti, i të luhatëshem, e shkon një me tjetërin. Ka thonë, që vesh një fjallë? Gjysë fjallë, ka thonë jo, që shtu duhet me o këtëne. Wallahi, çdo kush që s'është i thirrur me fol për fe, s'dush me ndiku, as gjysë fjallë s'du të me ndiku për ti. E këto ki me kuptu kur del para Allahut, nëse ju ki përmbajt kësaj. A nëse ju ki përmbajt e ki lëshu veshin tonë për gjithkan, atëre kur devion, mëse qërta kërkan tjetër për qërta e, vetë vetën, aty kja kem qëllu për mirësive të Zotë, kem gabohë për me edhe shejtanit, ma bëne halalë një herë, ju kërkoj falje pasha Allahun të që është një. Se ka njerë po nervozona, e nështë pak për nervozës, po reagoj, nështë ashpër, kur po folë dikush po banë zhurën, po pasha Allahun që është një, nuk po se si jam dalë që to me ishit mend kërkuj, pasha Allahun në qëto për veti i dikrejt. Mos me pas obligim para Allahut, dert që bashkarisht me mësu fejnë nuk ullë në qëtu. E kështu që bën, do thotë mbajem një që me thonë aty, për balon një ndoshta kanë edhe kur bërtas. Ama dijeni se vallahi ju du, për të mirën e ju për ju thëmë. Për të mirën e ju për ju thëmë se, vallahi billahi auton, njohja e Zotit, me njoftë Allahun, kur kem me njoftë Allahun, kem me adhuru ma shumë, kem me adit kimetin dinit ma shumë. Mos njohja Allahut në qënë në rrugica e në gjehele një njëronës. E kështu që Allahu në boft rob ti të mirë që duhen për hirtina, e ma bëni halal dhe njerë për kërkoj falje, po ju kësha lut ti përmbahëm i regullat bashkarisht. Allah është përplisht. يا مرحبا